Tragedia që goditi familjen Kelmendi ka prekur të gjithë opinionin publik. Mes personazheve që kanë shprehur ngushëllimet e tyre është Joz Marku, i cili ka pasur një raport as pak të mirë me Gjestin. Lajmi i trisht për humbjen e një jete kaq të re na i prek zemrat të gjithëve. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për ta përballuar dhimbjen. Qoftë lule e xhenetit, shkroi ai. Përveç Jozit ka reaguar dhe ish partnerja e këngëtarit Egli Tako. Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta. Doja shumë të mos e lexoja kurrë një lajm të tillë dhe të mos besoja. Më dhëm zemra. Zemër thyre i shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi. Zoti ju dhënë forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbje kaq të madhe dhe shpirti të voglit tuaj pushof në paqe. U shpreh ajo. Edhe Xhibani ka marrë një vendim që të mos publikoj këngën e tij me këngëtaren Veca Smolnica. Raperi përmes një video ka shprehur ngushëllime Gjestit, duke thënë se kjo është gjëja më e pak që mund të bëj pas kësaj tragjedie. Moderatori Ledion Liço ka reaguar përmes një postimi në llogarinë e tij duke i dërguar ngushëllime Gjestit dhe familjes. I trishtuar nga ky lajm i kopshëm, për një familje të bukur që pak muaj më parë gëzonte, bëhuni të fortë, atë do donte dhe angjëlli juaj, u shpreh ai. Ish banorja Xheneta Fetao ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për Gjestin. Ngushëllimet të sinqerta për Gjestin dhe familjen e tij. Zoti ju dhënë forcë e durim në këtë kohë të vështirë, ndërsa shpirti i tij pushof në paqe dhe dritë të përjetshme. Kujtimi i tij i mirë do të mbetet përgjithmonë në zemrat tuaja, u shpreh ajo. Kjo pasdite la një shije shumë të hidhur për të gjithë shqiptarët, për lajmin e kopshëm, ku vëllai i Gjestit u nda nga jeta. Stafi jon bashkohet me dhimbjen e familjes Kelmendi.